Përshëndetje. Sot do flasim për rrethanorin e vendit dhe rrethanorin e kohës. Rrethanori i vendit tregon vendin e kryerjes së një veprimi. Gjendet me pyetjen ku, nga, deri ku e tjerë. Shprehet me ndaj folje, ne u mlodhëm këtu. Këtu është rrethanor vendi. Shprehet me emër. Për shembull, nxënësit shkuan në shkollë. Në shkollë është rrethanor vendi. Shprehet me emër. Shprehet me përemër. Ne shkuam tek ai. Tek ai është rrethanor vendi, shprehur me përemër, me parafjalë dhe me grup emëror. Alpinistët zbritën nga malet e mbuluara me dëbor. Nga malet e mbuluara me dëbor është rrethanor vendi. Rrethanori i kohës tregon kohën e kryerjes së një veprimi. Gjendet me pyetjen kur, që kur, deri kur e tjerë. Shprehet me ndajfolje. Sot po bie shi. Rrethanori i kohës këtu është sot. Shprehet me emër të shoqëruar me parafjalë. Në dimër ftohet koha. Rrethanori i kohës këtu është në dimër. Shprehet me grup emëror. Në fundin e muajit të kaluar, ne festuam festat e nëndorit. Në fundin e muajit të kaluar, shprehet me grup emëror. Me formë të pashtjelluar mohore, babai u ngrit pa gdhir. Kur u ngrit babai pa gdhir, shprehet me formë ruse.